صلى الله عليه وسلم محمد رشبتين فرنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد رشبتين فرنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Allahun e falenderojmë edhe vetëm prej Allahut të ndihmë, falje, të gjithë të mirat i kërkojmë. Përshëndetjet, duat më të begatshme ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtar të nderuar, s'pari shfrytëzoj rastin që ta falenderoj mikun ton dhe imamin e kësaj xhamie, i cili sot na nderoi që na të jemi në vendin e tij, pasi që ishim musafir i rastit. Allahu është problem që na ka nderu dhe njashtu Allahu është problem të gjithëve që na keni nderu dhe na ndëgjoni Allahu inshallah të gjithëve. Nash problem me shpërblimin ashtu sikur se Allah Zot Azza wa Jall din vet. Temën të cilën e pashtë të arsishme besimtar të nderuar me fol në këtë khutbë apo në këtë xhumë, do të flas inshallah për njeriu më të suksesshëm në rrezullin toksor, për krijesën më të dalluar të Allahut Azza wa Jall, për njeriu më të dashur të Allahut Azza wa Jall, ai i cili është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E zgjedhëm këtë temë me fol, edhe çdo kund ku po jemi, po flasmi për këtë temë me lidhje me aktualitetin që është duke ndodhur në për disa vende, pra duke ofendu edhe duke fi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E na si besimtare kemi obligim me tregu se kush është Muhammedi alayhis salam dhe nuk lejohet pa marrë parasysh se kush është me ofendu apo me shah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me fol për Muhammedin alayhis salam, tema është shumë e gjatë. Krejt vitet tona mi shpenzu nuk bëhet boll. Aq shumë që ka të mira për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po na inshallah do të ndalemi në 3 pika kryesore me të përmbledh atë e cila është e përgjithshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse pak e vanojmë që nuk e kemi tradit me vanue, po inshallah sot do të bani pak durim që kjo sakrificë, dashuri për kraje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pika e parë e kësaj ligjërate do t'i cekim vetëm disa ajete se Allahu Azza wa Jall në Kur'an e ka lavdëru Muhammedin alayhis salam. Dhe mjafton lavdërata, dëshmia Allahut Azza wa Jall që e ka lavdëru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pika e dytë, si ka qenë përfundimi i atyre të cilët e kanë ofendu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pika e tretë e fundit, ku mbet toleranca, ku mbet civilizimi, ku mbet kultura e atyre të cilët na tregojnë se na jemi të civilizuar, jemi të kulturuar dhe kemi tolerancë. Se për këtë pikës së parë, Allahu Azza wa Jall ndëgjoni se çka thot për Muhammedin alayhis salam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Vërtet ti o Muhammed, Allahu Azza wa Jall betohet, Allahu Azza wa Jall na ka pru dëshmi nga ana e tij, nga fjalët e tij, duke ju drejtuar të gjithë njerëzve, duke
duke na tregu për Muhammedin a.s. Vërtet ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit, je në gradën më të lartë të karakterit. Pra shikone, Allahu Azza wa Jall po betohet edhe po bjet dëshmi nga fjalët e tij, po na tregon se Muhamedi a.s. është në cilësitë më të larta të moralit. Thot Allah Azza wa Jall: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju o njerëz, shembulltirën më të mirë e keni në të dërguarin e Allahut Azza wa Jall. Wallahi nëse shfletojmë historinë, e shikojmë jetën e Muhammedit a.s. e shohim se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në çdo rast, në çdo moment, në çdo vepër, në çdo fjalë ka qenë shembulltira më e mirë për të gjithë njerëzimin. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë, më e dalluar në raporte me familjen e vet. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë, më e dalluar në raporte me shokët e vet. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë, më e dalluar në raporte me fëmijët e vegjël. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë, më e dalluar në raporte me pleqt. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë, më e dalluar në raporte me fëmijët e vet. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë, më e dalluar edhe në raporte me kafshët edhe me insektet. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë dhe më e dalluar edhe gjatë luftës me armikun kur ka luftu. Muhammedi a.s. ka qenë shembulltira më e mirë dhe më e dalluar edhe me robërit e luftës të cilët janë zonë nga ushtria muslimane. E kështu me radhë, kështu me radhë, që tash nuk kemi kohë mi tregu shembuj për shkak se ka shembuj me qindra, por çdo pikë që e cekëm se si ka qenë shembulltir Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për ma shumë shfletoni historinë e Muhammedit a.s. edhe i shikoni sjelljen dhe karakterin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pika e dytë, si ka qenë përfundimi atyre të cilët e kanë ofendu Muhammedin a.s. Do t'i cekim di sure të shkurtëra, të cilët të gjithë ju i dini këto sure që janë si argument deri ditën e Kiametit dhe mësim për ata të cilët ofendojnë dhe e shohin Muhammedin a.s. Abu Lehebi ka qenë migja i Muhammedit a.s. Ka qenë një për armiqve të Muhammedit a.s. Një ditë Muhammedi a.s. i thiri parim e Mekës, popullin e Mekës dhe i tha ju njerëz, qoftë se unë e tham pas kësaj kodre, është armiku me ju sulmu, a do të kishit besu e fjalët e mia? Të pranishme të gjithë i thanë, po se ti kur s'ke rejnë. Tha po une po ju jap kujdesi, keni frikë Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij, beson Allahun Azza wa Jall me besim të pastër. Ebu Lehebi ishte prezent. Tha a përket në këtir, u mallkofsh o pejgamber, u mallkofsh o Muhammed. Pra e mallkoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Ebu Lehebin migja i vet. Njashtu edhe gruaja e tij, Ebu Lehebin, aq shumë se ishte kundërshtare Muhammedit alayhis salam, bante thera dru dhe i qinte në rrugë ku shkonte Muhammedi alayhis salam për në xhami dhe e pengonte rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe kishte një çapore të vleshme në qafën e saj dhe tha unë kam e shpenzu edhe këtë qapore vetëm me ndalu Muhammedin mos me thirë besimin e pastër, besim në Allahun Azza wa Jall. Dhe Ebu Lehebi tha unë këtë pasurin dhe këtë fëmijë kam i sakrifikue që me ju mbrojt nga ajo që thot Muhammedi. Allahu Azza wa Jall në ato momente e zbriti surën që të gjithë ndoshta e dini, e cila do të lexohet deri në ditën e Kiametit. Çka tha Allahu Azza wa Jall? Tabbet yada abi lahab wa tab. Tha u shkatrov të Ebu Lehebi dhe ajo është i shkatruar. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ati nuk i bëri dobi pasuria e tij dhe atë që ai fitoi. Se jasla naran dhat lahab, ai do të ndezet flak ashpër në zjarr të
të xhenemit. Wa maratuhu hammalatal hatab, dhe gruaja e tij perra drut të cilët i bajkëm janë ndalu me pengur rrugën e Muhamedit a.s. do t'i barten në xhenem dhe në ta do të ndezët zjarri i xhenemit. Fi gjidiha hablu min masad, dhe ajo në qafën e saj e ka një litar të përdredhur që me ta do të tërhiqet për në zjarr të xhenemit. A dini si ka qenë fundja Ebu Lehebit? Kur ka vdekë Ebu Lehebi, të rritë ditë s'kan mujt me varros. Ju ka fri gjenazja në shtëpinë e tij, ku ka vdekë, sikur se Allah ju nderoft, e keni pa kafsha kur ngor, cop edhe si frihet, ashtu ju ka fri gjenazja Ebu Lehebit dhe 3 ditë s'kan mujt me varros, edhe s'kan mujt me hi mrena me mor gjenazën e tij prej erës së keqe, sa që e kanë bërë një krapës të gjatë, e kanë ngrer dhe e kanë gjujt me një humnere. Shtu pra është fundi i atireve të cilët e pengojnë e shojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu edhe Ebu Gjehli, ishte armik i madh i Muhammedit alaihi salam, shkojnë në luftën e Bedrit, pinte alkohol, këndonte muzikë dhe thonte, sot ta shohim se kush ka me triumfu, kush ka me fitu, edhe ofendonte edhe shonte shumë Muhammedin alaihi salam. Pasi që filloi lufta, një prej shokëve të Muhammedit alaihi salam, që e ka pas emrin Abdurrahman ibn Auf, se të më ka ndarë 2 djelbosha të veçën. Njani nanën e djatë dhe njani nanën e majtë, dhe më ka thonë, o miq, na trego se cili është Ebu Gjehli. Po ju thamë dhe po që ditna, qka ju doni prej Ebu Gjehli? Kemi ndëgju se e ka ofendu, e ka shoh Muhammedin a.s. se vallahi sot, ja ajane. Thët i kum tregu se ai pra I cili është hipër në kali, ai është Ebu Gjehli. Në ato momente thët kanë vrapu, sikur se diluana, ju kanë gjujt dhe e kanë rëzue, poshtë duke ja prej komt edhe duar. Edhe shkoj Abdullah ibn Mesudi, I cili ishte një prej shokëve të pejgamberit, shumë I zaidët, shumë I dopët në trupin e tij, ja në I kamën në qafë dhe tharë miki Allahut, sot kush fitoj, a ti apo na? Edhe ja heqi kokën, pra pse? A ishte që mas shumë të kishte pengu dhe kishte ofendu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pika 3, mos më zgjat dhe ke fundit, ku mbet toleranca, ku mbet civilizimi, ku mbet kultura atyre të cilët neve na mësojnë kulturë dhe civilizim. A thu kultur koka, a thu civilizim koka, a thu e drejt kjo koka që me ofendu me shanje pejgamber të cilin e pasojnë 1 miliard e gjys musliman në botë. Që zani I ti, emni I ti për çdo ditë, për çdo 5 kohë të namazit, ndëgjohet duke thonë muezini, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A nuk është ashtu? A kjo ka civilizim dhe kultur? Me ofendu një pejgamber që muslimanët për çdo namaz e përmenin emrin e tij duke thonë Allahumma salli ala Muhammad. Pra si ka mundësi, e pranon logjika e shëndosh, mendja e shëndosh se kjo është kultur dhe civilizim, musha mu ofendu pejgamberi krijesa më e dalluar Allahut azza wa jall, që e pasojnë 1 miliard të gjys musliman. Vallahi kjo son civilizim, kjo son është kultur, kjo është ignorancë dhe poshtrim. Civilizimi vërtet është tek ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam. A mos dënjeri kanë dëgjuar prej jush që një prej muslimanëve është quhe, është ngrit dhe e ka ofendu një prej pejgamberëve të tyre? Kur vallah bila nuk ekziston, qoft me pozit apo qoft I thjesht, dhe kjo nuk lejohet për shkak se na të gjithë pejgamberët I besojnë dhe nuk lejohet asnjë me shah dhe I besojnë ashtu sikur se Allah azza wa jall na ka mësuar. Wallahi nëse e shikoj historinë e krishterëve të mëhershëm, e shohim se ata edhe pse s'kan besu dhe ka qenë prisa të mëdhenj, e kanë nderu Muhammedin alayhis salam. Vetëm për ja bini shembull Ebu Sufjani, I cili ishte në Sham, në Siri, tregtar, u taku me mbretin e Bizantit.
që e kishte emrin Cezari apo Kajseri dhe kishte ndëgju Cezari se është pall një pejgamber. Edhe Abu Sufjani ishte më i afërti nga miqësia i Muhamedit a.s. Edhe i tha mbreti, tha po du me dëvejt për atë Muhamedin, për atë pejgamberin që është pall tek ju dhe ti të kum zgjedh që je më i afërti ti ta di apo e du të vërtetën edhe këtë shokët e tu kanë më ndëgju. Çka i tha Abu Sufjani? Sikur të kisha pas sa mundësi me rejt, do të kisha rejt, po nuk ka mundësi. Pasi që ja tregoj të gjitha cilësit, ja tregoj të gjithë vizionin, çka tha mbreti i Bizantit, që ishte fuqi e madhe në atë kohë. Tha ky është pejgamber i vërtet. Për shkak se paralajmërimet e tij i kemi lexuar në librin tonë në Injil dhe ky është pejgamber. Edhe do të dëshiroja ta takoja. Dhe sikur të isha afër ti, do t'ja laja këmbët. Po kush më thot këtë? Mbreti i Bizantit, që ka pas fuqi të mëdha, ndërsa sot një ignorant, një i poshtër që nuk është askushi, vetëm me bo veten e tij të njohur, paraqet shfaqpin, duke ofendu Muhamedin a.s. dhe ngritet bota e civilizimet edhe kulturës dhe mbron duke thënë se kjo është liri e të shprehurit të gjuhës. Subhanallah, kjo ka liri, kjo ka civilizim, jo vallahi billahi, kjo është ignorim dhe kjo është poshtrim civilizimi. Kultura, toleranca e vërtet është te Muhamedi a.s. Por me tregu një popull tolerancën, mas shumë ti e tregon kur i ban lufta. Vetëm edhe një shembull po e di dhe po e përfundoj. Qoftë se shikojnë historikun e mëhershëm që ka kalu, e shohim se shumë sisteme sa gjak të pafajshëm kanë derë dhe sa jenë të kderë. S'po shkoj shumë lartë, prej komunizmit, sa gjak të pafajshëm ka derë. Marksizmi, sa gjak të pafajshëm ka derë. Leninizmi, sa gjak të pafajshëm ka derë. Lufta e Vietnamit, sa gjak të pafajshëm ka derë. Lufta e krizatave, sa gjak të pafajshëm ka derë. Luftat e jihadizmit, sa gjak të pafajshëm janë të nderë po e shtinin në Palestinë. Lufta e shiizmit, sa gjak të pafajshëm është të derë se tash po e shtinin se çka të bon. Një ashtu edhe në emën të demokracisë, po e shini se sa gjak i pafajshëm më të derë. A doni mi ju tregu se në sistemin e Muhamedit a.s. kur i ka bërë luftrat, sa viktima të pafajshëm kanë do, mi ju tregu nuk besoni. Qoftë se shkëtemi histori dhe kum lexu vetë që tash nuk kena mundësi mi tregu numrat, shifrat, që to të cilet i cekëm, kalojnë miliona, jo qindra mira, kalojnë miliona që janë derë, janë shkaktu viktima të pafajshëm, ndërsa në sistemin e Muhamedit a.s. kur i ka bërë luftrat e disa viktimat pafajshëm janë shkaktue, nuk arrin numrin deri në pensë. Edhe ata, disa shok që i kanë po gabimisht, jo me qëllim, dhe i ka qërtu Muhamedi a.s. Dhe Allahu Azza wa Jall ka zbrit ajet prej qielli dhe i ka qërtu për ato gabimet e cilat i kanë bo, dhe janë pendue. Pra shikoni se ku ka toleranca, ku ka civilizimi, edhe ku ka kultura, ma dhani halal në qovë se kemi zgjatë pak, po kjo në sakrifica që na duhet të përaqesin, të shfaqin për Muhamedin a.s. dhe të njohin Muhamedin a.s. dhe vallaj në të momente, kër e kanë dëgju këtë film dhe ka shikua ofendues, nuk muslimanit nuk ju ka djek zemra e ti, nuk është mërzit, le ta din sa i nuk e një mirë Muhamedin a.s. Le ta din se nuk ka iman të sakt në Muhamedin a.s. Pra ne sa ma shumë duhet të mësëm jetën e ti, të mësëm qëllimin, vizionin e ti, pse Allah Azza e ka dërgu, edhe të pasëm rrugën e ti, ma bani Allah në qovë se kemi gjatë, dhe një herit pasi që është edhe koha haqit, të gjithë haqiri dhe shërëm udhtim të lehtë dhe haq të planuar, inshallah Allah Azza wa Jall të gjithë në nështë problem, e kuli qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.